Belinda, nuk ka rëndësi, Belinda, nëse jam unë i madh apo jam i vogël. Për ty ne jemi të gjithë pa përfillshëm, sepse ti ke vjedhur miliona euro, Belinda. Duhet kuptosh një gjë. Kjo që po ndodh nuk ka të bëjë vetëm me ty, Belinda. Ky është një moment historik për Shqipërinë. Të gjithë ju një nga një po dilni para drejtësisë. Dhe ti nuk je as e para dhe as e fundit që shpalleni të pandehur nga spaku. Të njëjtin fat do ketë edhe shefi yt. Kështu që mos i jep kaq rëndësi vetes, Belinda. Nuk shpëton dot nga drejtësia. Ky është një moment historik. Po ndryshon gjithçka. Po ndodh ajo që nuk ka ndodhur kurrë në këto 35 vjet. Po dilni para drejtësisë. Është çështje kohe. Nuk ke çfarë të bësh. Nuk të mbron dot as të qëndruarit aty në parlament, as në qeveri, as Edi Rama nuk të mbron dot. Sepse Edi Rama, Belinda, nuk mbron dot veten e vet. Shumë shpejt do shkojnë tek Edi Rama. Kështu që jep dorëheqjen, Belinda.